Bashkimi Evropian akuzon Serbinë për shkelje të marrëveshjes së vitit 2015 pas arrestimeve të shtetasve të Kosovës. Bashkimi Evropian tha se arrestimi i fundit nga Serbia i një veterani të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është një tjetër shkelje e obligimeve të Serbisë të marrëveshjes për dialogun dhe drejtësinë të vitit 2015. Sipas kësaj marrëveshje, Serbia është zotuar të mos iniciojë hetime penale apo ndjekje penale për krimet që pretendohet se janë kryer në Kosovë, përveç nëse një gjë e tillë kërkohet nga autoritetet e Kosovës. Juridiksioni mbi pretendimet për krime të luftës dhe vepra të tjera serioze bie mbi institucionet e Kosovës. I bëjmë thirrje Serbisë që të respektojë zotimet e saj, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian. Me 5 shkurt, autoritetet e Serbisë arrestuan Mithat Llozhanin me të hyrë në territorin serb nga kufiri me Kroacinë. Nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës Gazmend Sylla ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Llozhanit ju gjet kartela e veteranit në xhep gjatë kontrollit nga autoritetet serbe. Serbia ka arrestuar vazhdimisht shtetas të Kosovës në pretendime për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-99 dhe vetëm në vitin 2025 u regjistruan disa arrestime të tilla. Serbia gjatë viteve 90 e karakterizoi UÇK-n si organizatë terroriste, ndërsa për Kosovën UÇK-ja është organizata që mbrojti popullsinë lokale nga forcat armatosura jugosllave.